Nacionet që ndave me shikuesit tanë, ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e saj për shkeljen e radhës të rendit kushtetues nga lëvizja vetëvendosje, e cila sot refuzoi të respektojë afatin e përcaktuar nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. PDK shton se ky rast është një precedent i rrezikshëm për funksionimin e shtetit ligjor. Për fat të keq, edhe një herë po dëshmohet se Albin Kurti ka vendosur vullnetin partijak mbi Kushtetutën e Republikës dhe interesin partijak mbi interesin shtetëror. Sipas PDK-s, Kushtetuta nuk është çështje interpretimi politik, por themeli i rendit demokratik dhe juridik të shtetit. Prandaj, ashtu si në çdo rast kur është cënuar rendi kushtetues, edhe kësaj radhe PDK-ja nuk do të qëndrojë duar kryq.